Porositë e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 75. O Ali, për pirësin e pijeve alkolike, vjen një kohë që nuk e njeh Zotin e tij të madhëruar e të lartësuar. 76. O Ali, rrëzimi i një mali të palëkundur është më i lehtë se rrëzimi para kohe i një mbreti, ditët e të cilit nuk janë paksuar. 77. O Ali, te besimtari duhet të gjenden 8 cilësi: dinjiteti në momentet razirash, durimi në momentet e fatkeqësisë, mirënjohja në kohën e begatisë, kënaqësia me atë që i ka dhënë Allahu i madhëruar, të mos u bëj pa drejtësi armiqve, të mos paragjykoj miqt, trupi i çlodhur dhe njerëzit të ndihen mirë me të. 78. O Ali, 4 personave nuk u kthehet lutja pa përgjigje: imami i drejtë, babai për fëmijën, ai që lutet për vëllain e vet kur nuk është i pranishëm, i privuari. Allahu i madhëruar thot: betohem në lartësinë dhe fuqinë time, se unë do të bëj ty triumfues, qoftë edhe pas një kohe. 79. O Ali, 8 persona, nëse akuzohen të mos fajsojnë askënd përveç vetes së tyre: ai që shkon në një tryezë ku nuk është i ftuar, ai që komploton kundër të Zotit të shtëpisë, ai që kërkon mirësi nga armiqtë e tij, ai që kërkon merita nga i keqi, ai që hyn midis 2 njerëzve në një sekret, kur ata nuk e fusin atë, ai që nënvlerëson sultanin, ai që ulet në një kuvent që nuk e meriton të ulet në të, dhe ai që flet tek ata që nuk dëgjojnë atë. 80. O Ali, Allahu ja ka ndaluar xhenetin çdo vulgari gojkeq që nuk interesohet se çfarë thot e çfarë thuhet për të.